U kthejmë në studio për të diskutuar në lidhje me komunën e Dragashit, ku më mua në lidhje direkte është kryetari i kësaj komune, Begje Gjeladini. Faleminderit shumë, kryetar, që pranuat që t'jeni pjesë e Infodes. Më ndërqos dhe më lejon që t'i përshëndes teleshoqëruesit tuaj, kudo që janë. Kryetar, tashmë jemi afruar edhe zgjedhjeve komunale, a do t'jeni përsëri kandidat për kryetar të komunës? Po, faleminderit për pyetjen. Unë do të jem ka fundi mandatit e parë të si kryetari i komunës së Dragashit. Ndjem kryesia e LDK-s, kryesia zgjeruar duke i përfshirë dhe kryetarët e nëndegve, kemi marrë një takim dhe ku nga i takim unë jam propozuar si kandidat i cili do të garoj nga radhët e LDK-s për kryetar të komunës në mandatin e dytë. Do të votimi ka qenë unanim, pas një vot kundër, pas një abstenim. Një herët jam zgjedhur edhe basi i listës së asamblisë dhe konventit komunal, por që nuk do të jem asamblist, do të thotë qëllimi im është që të jem kryetari i komunës edhe një mandat tjetër. Kryetar, është zgjedhur shumica e kryetarëve të komunës Kosovës nga ana e lidhjes demokratike të Kosovës në takim ku ju po e përmendet që ju mandatuat edhe për një mandat në krye të Dragashit. Jo, se pari mandati fillon, do thotë propozimet e bëjnë degët e LDK-s në nivel të komunave. Të rasti im është do të dega e LDK-s të Dragash ka propozuar mua si kandidat nga radhët e LDK-s që të garoj në zgjedhjet e ardhshme lokale. Edhe disa komuna të Kosovës e kanë bërë gjë të tillë, po do thotë unë më duket të jam komuna e tretë në nivel të Kosovës ku LDK-ja i ka propozuar kandidatët e saj për kryetar të mundshëm të LDK-s të komunave. Kryetar, a pritni që do të jeni përsëri fituesi i Dragashit duke ditur gjithë punën që juve keni bërë atje? Duke marrë parasysh që do të thotë ne sipas vlerësimit që kemi bërë, që na kanë bërë edhe organet do të thotë qendrore, po ne ashtu edhe vlerësimit që na punoj bën për çdo ditë popullata e komunës Dragashit dhe punës tonë që kemi bërë, shpresoj që votuesit edhe një herë do të më japin besimin që edhe një mandat 4 vjeçar ta udhëheqë komunën e Dragashit. Kryetar, si qëndron puna në Dragash, keni arritur që të implementoni të gjitha projektet që juve keni pasur në plan? Siç dihet në fillim të çdo mandati do çdo kryetari do të i paraqet prioritetet e veta, edhe unë si kryetari i komunës së Dragashit kam paraqitur disa projekte dhe deri në fund mandatit shpresoj se shumica ndërmuese do thotë mbi 90% të gjitha projekteve që i kemi bërë para të realizohen, do të realizohen dhe janë realizuar. Mirëpo, në fillim mandatit na kanë paraqitur secili kryetar shumë më pak projekte. Unë deri sot kemi realizuar mbi 500 projekte të ndryshme, sidomos projekte në investime kapitale. Dhe ato do të thotë i kemi realizuar në tërësi, po jemi edhe në realizime sipër të projektit më të madh në historinë e komunës së Dragashit, projekti i cili do të kushton mbi 3 milion euro, projekti Ujqëllësit për 15 shatra dhe qytetin e Dragashit, i cili do të furnizojë këto 15 shatra me ujë dhe ky projekt është ka fundi. Gjithashtu në kuadër të këtij projekti jemi duke ndërtuar edhe fabrikën për përpunimin e ujit, sepse uji i cili do të merret nga lumi, i cili pastaj duhet patjetër të trajtohet në impjantin për përpunimin e ujit. Kryetar, përveç këtyre çështjeve, sa keni arritur të implementoni edhe projekteve tjera dhe a keni pasur prekraje nga niveli qendror? Shumica ndërmuese e projekte i kemi bën nga buxheti, do thotë nga granti qeveritar, të cilën e ndan qeveria për çdo komunë, por kemi pas ndihmë jo as të mëdha nga qeveria qendrore, kemi pas ndihmë në fillim të mandatit, kurse ka fundi mandatit tash, tutje të fundit nuk kemi shumë pak nga ndihmë nga qeveria qendrore. Pse ka ndodhur kjo, kryetar?
Po nuk e di arsyeën pse, po megjithatë do thotë në fund të mandatit, do 2 ditë e fundit kemi pas shumë më pak ndihmë se sa në fillim të mandatit tim. Mirë po kohëve të fundit këtë vit kemi arritë që do thotë të fitojmë edhe një projekt nga Qeveria Qendrore, nga Ministria e Kulturës. Jemi duke do thotë do të fillojë së shpejti ndërtimi i një qendrës multifunksionale. Kryetar, duke ditur që tashmë jemi në fazën e konstituimit të kuvendit të Kosovës, sa po ju pengon juve kjo periudhë ku nuk kemi një qeveri e cila është formuar dhe të çojmë përpara projektet që kanë të bëjnë edhe me komuna, duke ditur se ka një lidhje ndërmjet pushtetit qendror dhe atij lokal për implementimin e disa projekteve të saktuara? Problemi më të madh që e kemi në komunat dhe kryetarët e komunave është kontrata kolektive, e cila do të thotë ka edhe implikime të mëdha buxhetore dhe Qeveria Qendrore po është duke i zbatuar vendimet dhe është duke na i marrë mjetet e grantit, mjetet e komunave dhe qeveria po na i marrë këto mjete nga projektet cilët na kemi lidhura kontrata me kontraktorët privat, dhe këto janë ato pengesat më të mëdha që po na shkaktojnë. Gjithashtu ka edhe vonesa në alokimin e mjeteve, ka vonesa administrative, pastaj tash e kemi sfundi edhe ka vonesa në implementimin e grantit të performancës, sepse ende nuk na ushqua buxheti për implementimin e projekteve dhe grantit për performancës. Ne si komunë, unë presë kam marrë si kryetar, jem edhe fitu që 3 vite rresht jemi fitues të grantit të performancës, që do të thotë se jemi komunë e cila kemi arritur një progres shumë të madh në realizimin e shumë objektive të komunës, për atë edhe na jemi edhe fitues i grantit të performancës, e shpresojmë që fitues do të konkurrojmë edhe herën për herë të katërt që të jemi fitues edhe një herë i grantit të performancës. Këto janë ato problemat më të mëdha që i kemi me qeverinë, e sidomos konstituimi i parlamentit, por sigurisht do të ketë implikime edhe buxhetore, implikime edhe do thotë edhe vonesa edhe në alokimin e mjeteve edhe pengesa tjera administrative. Kryetar, përmendet kontratën kolektive, pra një çështje që e shqetëson shumicën e komunave të Kosovës, duke ditur se po i merr goxha shumë nga buxheti i tyre. Kemi parë se shpesh herë është bërë polemik se a duhet të ndërpritet mënyra e procedimit të mjeteve. Mirë, po juve specifikisht si komunë, sa ju ka dëmtuar kjo kontratë kolektive? Ja, për shembull, vitin e kaluar na kanë marrë afër 1 milion euro, edhe ato nga investimet kapitale dhe gjysmë milion euro na është marrë nga projekti më madhor i komunës tonë, nga projekti i projekti i furnizimit të ujit të pijshëm. Kështu që këto janë ato pengesat që po na vonohen projektet, edhe na tash me buxhetin e vitit paraprak po mundona të mbulojmë ato mëngesa financiare, edhe këto po do të përshkaktojnë vonesa në implementimin e projekteve. Kështu, sa i përkur e përmendet arsimin, na kemi investuar shumë edhe në arsim, edhe në shkolla, në infrastrukturë publike, por ashtu për herë të parë që 2 vite komuna Dragashit bën transportin e të gjithë nxënësave dhe të shkollës fillore dhe të shkollës mesme gratis pa pagesë. Derisa kjo praktik nuk ka qenë më herët, tani do thotë gjithë nxënësat cilët udhtojnë dhe nuk është në shumicën e vendeve. Dhe në shkollat do thotë nga të gjithë e bëjnë transportin e tyre pa pagesë. Dhe do të kemi arritë që një barë të madhe të prindve ta jekim një barë të madhe financiare, gjithashtu kemi arritë që do të nxënësat të cilët, sidomos ata parashkollorat, edhe nxënësat deri në klasën e 5, do të cilët i kanë edhe çantat e rronta, kemi arritë që do të në farë mënyre duke realizuar transportin e tyre të lehtësojmë edhe bartën e nxënësave këtyne nxënësave deri në klasën e 5, dhe indirekt do thotë kemi bën një preventiv të ditur peshën e rënd që ata fëmijë bajnë.
blushtit korrizor të nxënësave. Gjithashtu edhe kemi ullë edhe rritshmërinë e udhëtimit të nxënësave, sepse në mungesë të detytarëve shumë herë nxënësat kanë qenë detyruar të udhëtojnë nëpër rrugë lokale, magjistrale, dhe në këtë drejtim ne kemi bërë edhe një rujtje të shëndetit edhe të rrezikut nga do thotë dëmtimet e fëmijëve në komunikacion. Kryetar, cili do të jetë projekti të cilën synoni të realizoni në mandatin e ardhshëm nëse do t'ju jepet nga qytetarët e Dragashit? Nesë sigurisht që ndonjëherë flasim për të, sepse jemi në fillim të përgatitjeve të programit për mandatin e ardhshëm, por megjithatë do të vazhdojmë punën e deri tanishme, do të si kryetar i komunës dhe si qeveri komunale, do të jemi të komunë, do të vazhdojmë të jemi transparent në punën tonë, do të kemi një qeverisje të mirë, do të kemi investime kapitale tjera dhe këto investime me kapitale do të bazohen në kërkesat të qytetarëve. Gjithashtu do të punojmë që realizimi i buxhetit të jetë 100% për arsye se na këtë vitin e kaluar kemi arritë të realizojmë buxhetin deri në 98%. Gjithashtu synojmë që gjatë mandatit të ardhshëm për çdo vit të jemi fitues të grantit e performancës dhe do të orientohemi më shumë, do të thotë sa i përket investimeve që kërkohen në arsim edhe në shëndetësi. Kryetar, Dragashi njihet edhe për bukuritë natyrore të cilat posedon. Sa është punuar në infrastrukturë sa i përket pasurimit edhe më tepër të pasurive natyrore dhe tërheqjes të turistëve atje? Na me qeverisjen tonë 3 vjeçare e gjys kemi arritur që pjesën më të madhe të infrastrukturës ta përmbyllim. Që do të na jep shumë pak punë për mandatin tjetër që ajo pjesë e infrastrukturës e cila ka qenë e pakryer ta kryejmë, dhe siç thotë edhe ju në fillim, orientimi zhvillimor i yni është edhe do të jetë edhe zhvillimi i turizmit edhe zhvillimi i blegtorisë, për arsye se na i kemi resurset edhe kushtet që këto dy degë të zhvillohen më shumë. Mirë, po na në kohët e fundit po ballafaqohemi me dy probleme, problemin e ikjes së popullsisë, sidomos të rinisë dhe njerëzve të shkolluar jashtë, po ne ashtu jemi duke ballafaqur edhe me ikjen e popullatës edhe brenda territorit të komunës të Kosovës, do thotë njerëzit janë duke ikur nga Dragashi dhe duke u shkuar në Prishtinë edhe fushë Kosovë, edhe në regjistrimin e fundit të popullsisë kemi pas një ramje të madhe të numrit të popullsisë krahasim me para 12 vite kur u bën regjistrimi të popullsisë. Gjithashtu problem tjetër madhori yni është po pse po ndodhin këto ikje, kryetar? Se po vjen deri tek ikja e popullatës. Komuna Dragashi është komunë e varfër, komunë ekonomikisht jo shumë e zhvilluar, është komunë e cila do të thotë më shumë tyrat i ka nga gurbeti, dhe këto pjesa më e madhe e njerëzve për këtë qëllim ikin sepse nuk ka kushte këtu, nuk ka investime. Para të unë nisa me thonë në fillim që ne po ballafaqohemi me një problem ku 57% e territorit të komunës së Dragashit është i shpallur park nacional dhe deri me tani jo që nuk i kemi pa këtij parku, po vazhdimisht në përgjithësi, në vazhdimsi Parku Nacional na ka pengue që të zhvillohet edhe turizmi, edhe blegtoria, dhe gjithashtu edhe pjesën dërmuese të tokës punuese na ka marrë AKP-ja dhe na që 10 vite jemi në gjyq me AKP-n dhe po bëjmë për çdo ditë tentim përpjekje që to tokat t'ja kthejmë komunës së Dragashit, mirë po gjykata, dhoma e posaçme, gjykata supreme e ka prunë një mas të përkohshme dhe na këtë tokë nuk mund ta shfrytëzojmë. Kemi investitorë të cilët dojnë të vinë, të investojnë në turizëm dhe të investojnë në blegtori, dhe kemi me 10 do thotë kërkesa, mirë po në mungesë të dhënies së tokës për shfrytëzim në ata investitorë po kthehen prapë. Kryetar, unë falenderoj shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodesë dhe ta shpalosim të gjithë punën që juve keni bërë në Dragash. Faleminderit shumë. Shpresojmë që herën tjetër do t'jeni në studio dhe ta realizojmë bashkë intervistën dhe t'flasim edhe me tutje për projektet e juaja. Po, faleminderit shumë. E neve të ndëruar shikues të Infodesë, do kthehemi në studio për të folur në lidhje me sulmet kibernetike që po bëhen në Kosovë edhe mënyrën se si po i trajtojmë neve.